bëni lojë të mirë, atër nuk kem vetja që të në. Unë them që suksesit e ty nuk është thjesht fama që ti ke, po arritja që ti ke bërë me veten tënde, mënyra si ke punuar me veten tënde, si e ke trajtuar veten tënde, dhe ti je i gatshëm për sfida akoma më të vështira në jetë, një që përfshihet krijimi i familjes. Po. Edhe pse Alba, unë them duhet të ndrojmë emrin e emisionit, duhet ta bëjmë shqip, flasim shqip, merremi vesh. Merremi Më vesh. fal, a mund të ta Po mos na bëj marrim sysh se pastaj s'do merremi vesh, do të shkojmë direkt të themi të bashkë. kryetare? Big Basta, po. Vetëm një kërcenim live do i bëj yllit tani kështu direkte. Kur të dalësh me modele me gjona jashtë, bo gafe mos më fol. Po disin e ke kështu një dis të mrekullueshëm. Nga ana ime. Me konga qysh? Me kongë dhe. Okej. Po nuk marrëm videoklipa, du me konë në videoklip. Po, arrova, më fal. Nice. Big Basta. Big Përshëndetje. Basta, Mirë se erdhët në emisionin. Përshëndetje. Na fal që t'lam të Përshëndetje. prisë pak, mirë Por ishin situata të tensionuara. Ti e di si është ylli që po nuk i zgjeroj pak temat. Dhe Ganiu sigurisht nuk na arrin do të Du të më kishit informuar për kohën faktikisht, po. Big Basta. Si po e shihoni momentin? Qa bëhet? Qa thuhet? Në mënyrë të mrekullueshme. Në mënyrë të përsosur. Qa po ndodh të Unë duket? kam shiju çdo ditë këtu, edhe në rast se nuk është e shkruar me dalë nesër, do shijoj çdo ditë tjetër. Cili mendon se mund të jetë rrezikuar për sa i përket nominimit? Mendimi im se kush duhet të dalë është Andrea. Ti thua kush duhet të dalë apo kush? Mendimi im se kush duhet të dalë është Andrea, sepse fshihet gjithmonë pas të tjerëve, duke i frymzuar të tjerët për me bëu lëra jo korrekte. Nuk është javë bëj debat ball për ball, tek për tek, nëse nuk ka dikë tjetër që ta mbështesi qoftë në ajër, qoftë edhe në mendim. Kam prit shumë më shumë nga ai, them drejtën, se e kam ndjek më përpara, edhe kam ditë që është shumë i vendosur në ato gjonat që thot, qofshin të gabume ose jo. Edhe mendoj që ka qenë shpesh në lërat që ka bërë për shembull me hudhrat ose me fikjen e ujit e kështu, një kopje e shëmtuar e Albës që ka qenë fillim duke bërë lërat e veta, pra nuk ka qenë origjinal. Ja kam thonë në sy, kështu që pa merak. Edhe pozitive ka faktin që ka njohuri për fermën, ka njohuri për gjërat, është t'i jepet dora, domethënë ndihmon. Po Big Basta. punjat Mendon i që ka të ndihmon, se më fal. Prit se pyetje ti bëjmë ne të dyja, ju lutem. As më mendoj të lutem. Tani merrni pak dhe frymë. mos harrojmë që ka Big edhe Basta. është edhe njëri që ka empatia, po kupto, e kam pa momente emocionale. Big Basta, sa po morëm një deklaratë shumë të fuqishme nga një nga fermerët të cilën e kishin prezent këtu. Rasti konkret Ganiu. Ai tha që Big Basta me gjithë eksperiencën që e ka në jetën e tij, nuk është duke dhënë atë që ai ka në kapacitetin e tij, si nga ana profesionale, ana shoqërore dhe anët e tjera karakteriale, emocionale. Çfarë keni të thoni për këtë deklaratë të Ganiut? Unë dua të them që Keni të thoni. unë dua të them pavarësisht Në emision e këtyre më s'ka. Nuk është pavarësisht jo është është ashtu. emision me VIP-a dhe ne kemi të hapur. Po, dhe ajo jena po emision ka modest. A keni thënë njerën Më këto? falni një sekond. Unë dua të Ti do them na thosh neve se se flasim. më Po, se s'vi, falni producente. Mos e bëni, mos u bë protagoniste këtu Producente, tani, më mbaroj falni koha një juaj. sekond. Foli Big Unë Basta. mendoj, Big Nona. Nona. Nona Tani shqiptarisë. unë mendoj që pavarësisht se gjithë secili gëzon respekt për jetën jashtë dhe për veprat që kemi bërë gjithse kush jashtë. Këtu brenda mos harrojmë që jemi gjithë fermerë dhe vetvetiu lojtar. Po. Okej? Pra çdo gjë që bëhet në kuadër të lojës, edhe çdo gjë që do të Ganiu në kuadër të lojës ose që unë mund të them për Ganiu në kuadër të lojës, është lojë edhe e mirëpres. Por ai thotë që ti po rin shumë pasiv në bazë të kapacitetit që ti ke, sepse Ganiu ka vlerësuar kapacitetin tuaj dhe ka krijuar opinion që ti nuk je aktiv mjaftueshëm. Jam shumë dakord, po është komplet në kuadër të lojës, edhe Ganiu jam mirëpres që e bën në kuadër të lojës, edhe këtë që thot, edhe pse jo, jam shumë i hapur edhe për këtë pjesën. Big Basta, ti je infiltruar i këtu përderisa po tregohesh shumë i tërhequr dhe rri në heshtje.
Ja, pra po na kalon. Gjithve, jo vetëm ty. Çka bëhet këtu ore? Po çfarë flisni ore? Shko lëri ato. Flisni ta. Shko lëri ato Mos se val kemi Big një Basa, bisedë ju mirë. jeni pastaj. realisht infiltruari. Atë tani kush është lojtari fort, duhet ta kuptoj nëse jam ose jo. Apo. Se edhe zbulimi i lojës tjetrit është pjesë e lojës, apo jo. Kështu që po megjithatë, edhe siç e cekën edhe aty në Prime, edhe siç e kam thënë edhe unë, për shembull për Ganion që ka hyrë direkt si lojtar, ka hyrë direkt në temë loje që në fillim, na nxorën edhe atë bisedën që ma ka thënë, po të njëjtat gjona që ju ka thënë juve, e nxorën si pjesë e lojës Ganiut. Unë respektoj lojën e Ganiut, e doja që t'isha ball për ball nominim, po na doli jashtë. Na doli jashtë programit. Edhe vlerësoj që më zgjodhi mu, e vlerësoj realisht, sepse ku ka zo, nuk është pa gjë. Po pse do doja të ishe kokë me Gani? Po sepse ai ishte kismeti. Kush mendon që do dali? Po e thash pra. Se si kisha mend. E thash. Big Basta. A keni ndonjë peng nga jashtë? S'kam, nuk kam një lloj pengu nga jashtë, them drejtën. Si është jeta juaj? Po për kujdes. Si është jeta juaj jashtë? Shumë e bukur, është komplet me energji pozitive. Domethënë kam parim jetë që duhet më urrëthu vetëm me njerëz me energji pozitive. E shty gjithmonë energjinë negative. Keni pas në një sfidë shumë vështirë në jetën tuaj që ju ka bërë ndoshta jo për të ndryshuar si person, por që realisht për të zhvillu akoma më shumë, ka qenë shumë sfiduese dhe e keni njohur veten në disa aspekte që nuk e ke ditë që ke qenë i tillë. Ne, domethënë, pavarësisht se kemi arrit në një lloj kulmi të civilizimit, ne prapë nuk ndryshojmë asgjë nga njerëzit e parë, çdo ditë është sfidë në vete. Po arritja më e madhe që unë të kem, që të gjithë njerëzit të kenë, është kur qonë mëngjes para pasyrës, thonë sot jam njeri më i mirë se sa dje. Me pak fjalë, pyetja ime më konkrete ishte kam bërë kompromise. Shumë vështirë në jetën tënde. Po çdo ditë është sfidë e vështirë. E cilat ka ngel kështu si në zemër, pikë në zemër, si situatë që ka ndodhur që të kujtohet sa herë që të parashtrohet kjo pyetje. Po të kuptoj Malba, po për shembull jeta është luftë, më kuptoj, përditshmëria janë beteja, do i humësh edhe disa beteja. Po e kam thënë gjithmonë që fituesi më i madh është ai që ka dështuar më shumë në jetë. Edhe unë kam dështuar edhe sepse duhet mësojmë nga gabimet, se po qëse nuk bëjmë gabime, u mendoj që nuk mësojmë fare, sepse nuk e dim rrugën që do shkosh lart, edhe pastaj po re poshtë humbe. Thjesht kam pa anën pozitive edhe humbjeve të mia. Kam pas gjëra, më kuptoj, po nuk kam pishman në asnjë gjë, më kuptoj, sepse e di shumë mirë që siç ma ka përcjell nona me babën tim edhe pozitivitetin edhe me qenë njeri i mirë, po ja përcjell edhe djalit tim, më kuptoj, ai është misioni i jetës, në fundit me vërtet kemi synime për me pas karrierë sa më të mirë, për me pas shumë lekë të gjitha, po në fundit do lindim e do vdesim, më kuptoj, në këtë tokë, në këtë planet, edhe duhet me qenë shumë të dhënë pas trashëgimisë që do lejmë. Më kuptoj, qof një emër i mirë, qof një fjalë mirë, edhe du shumë që djali im bëhet shumë më i mirë se sa unë, për shembull, sa do e konsideroj veten të mirë, edhe me gabime. Dhe me prindër si ju, as e vjen dyshim që ka për të bërë shumë më i mirë. Absolutisht. Si mendon që Vesa po të komenton atje nga jashtë? Unë mendoj që Vesa ka një gamë shumë më të gjerë se sa unë ndjeksish, edhe ka frikshmërisht shumë të madhe, dhe Vesa shpesh përpiqet që të implikohet edhe me komentu edhe shumë gjëra tjera, po e di shumë mirë që këtu është 100%, më kuptoj, edhe unë e kam ditë që në fillim që unë kur futem këtu unë jam herë 2. A mund na i tregosh pak atë historinë fani që ndodhi me Corabet? Ishte shumë e lezetshme. Ishte lezetshme fare. Ndoshta nuk është kapur. Me kesin, po a kuptoj sa e vëmendshme është Vesa, më shef kështu 24/7 Vesa. Është kështu dha, se Vesa ka marru për komunikim, jo, ka marru për shkenca për komunikimin, pra domethënë për gazetarin, për të gjitha, ka pas emisione të gjitha. Edhe kur ishim aty te Fakiri, në kesi s'kishte marrë çorapë me vete, se do vishte çizmet, se do shkonin me pastru bajgat. Edhe
e veshme më kështu e krekosme si që vishët ajo me Louis Vuitton me të gjitha. Edhe dhe, vë s'kam çorape. Po, unë i kisha se mi pa cilë, se vesën e kam saktu që të më sjell, e kam saktu, kemi ra dakord që vesa të vit mi sjelli rroba dhe gjona. Do me vesh një herë si dhondër, a kuptohet dhe më vjej not. Edhe, po sa është shumë fani. Edhe tani i jap 2 çorapet mia që i kisha në karton, a kuptohet futme. Do më si kisha hap. I thash ke merr këto 2 çorapet, pastaj u kujtova kur pash kamerat, se harron e robe. I thash, ua, ç'ke për të më fut në sherti mu me vesën, i thash më shef vesa, unë sjell ty çorape, bëj gjithë ato rrugë 10 minuta normalisht. Tani ke momentin ti kërkosh falje për prit, me çfarë falje është shumë fani. Shaka. Edhe i thash, ka për të më, kush e di çfarë do menoj vesa, ata nonën në ty, unë i sjell për ty e ti jep kësajte. Çfarë kujtoti se është ajo, a kupton kot muhabete, fillum të qeshne, kur të nesër tani më vje këmisha që do vishja për Prime. Okej? Edhe deshte me mor masa për patallonat e mia. A kuptoj që ta kishte. S'mi solli patallona, edhe më kishte sjell këmish, një bluzë që ta vishja kështu për përdit, edhe 2 palë çorape. A kuptoj çka kërcënimi live. Çfarë ngjyre ishin çorapet? A ishin të kuqe? Jo, zeza. Të thotë me ato 2 palë. Me ato është, a di çka ka dashur me thonë? A di çka ka dashur me thonë? Shive. Jo, zeza, po. Po ditë zeza kanë me ardhur. Jo, po më dha këmish në bardh, s'ka lidhje, që më do shumë. Unë e bëj vetëm me shenja të që çfarë do të thotë ajo. Shenja është kështu. I'm watching you. I'm watching All eyes on you. Kaq domethënë, Kaq e di ajo vetë. Çfarë do ishin disa fjalë që do ja thoje vesës tani, nga shpirti, nga zemra? Vesës Nga gjithë kjo periudhë këtu që s'keni qenë pranë njëri Para tjetrit. punës jam ka ngela hatri me Albën se më tha që do ju ista ato lulet që i kam bërë për ty. Rashimëre. Është pa parë fare bro, kuptoj, i kam përgjegjësive të veta. Shef, të vuna notën 4, do të kisha vonë 2. Rashi, prandaj suita. Edhe Sot tyris. Qa të theme Lari, është gjysma ime, qa fletë, është... Jo, disa fjalë tani, ky është momenti tën, qetësi absolute. Disa fjalë shpirtit dhe zemre për vesën romantike rebore. Është gjysma ime, më plotëson. Drejtohu te kamera. Është herë. Po më plotëson, s'ka. Është herë ta japim. Do vi momenti. Valla, unë për shumë propozimin për fejes vesës ja kam bërë mund majtë kullës e i fel. Me 12, 2012, edhe në ora 12. 12. Sepse unë numër në fatit e kam 24. Domsdë ka qenë dikur ka qenë frika se me 12 do bëhet fundi botës. Po. Dhe ndodhi fundi e një epoke beqare dhe fillimi i një epoke shumë të lumtur. Gjame mali, gjosën të shmene. Po emocionohem kur dëgjoj kështu. Edhe këtu do me morë vëmendje, te lidhja ime. Emocionohem kur dëgjoj kështu historisht. Unë numër në fatit e kam 24. 24, po. Okej? Pavarësisht se kam lind me një korrik. Vesa ka lind me 12 maj. Po. Në ditëlindjen e ka tani shpejt. Edhe unë them ajo është 12 që unë jam 12 që tjetër. Am kuptoj që e plotësojmë njëri tjetrin 24. Dita hëni bie ta ketë edhe vesa, Dita hëni bie, po. Edhe po prit për një se na qitë nominim, duroj, na shmenët. Ulo aty o bra. Hajde ka marrë masat vesa që... Po, I like it që kjo pjesa tjetër mendojnë që unë edhe ti kemi kështu pakt. Se jo. Edhe... Do me thonë, propozime e kom bërë aty. Martesën e kom bërë në Kala. Wow, të cila Kala? Në Saran. Kala e Lëkursit. Verës apo? Kala ime preferuar. E kemi bërë me 2 shtator. Dhe si ishte propozimi për martesë? Na e shpjego pak me detaje. Propozimi për fejes ishte i papar. E kam shpjegu edhe në përmedia, për ishte i papar. Tane normalisht, që në Tiranë më, a kuptoj, qikë siklet. Dona. Se shkova deri lartë, po siklet se dhe ku isha ullë njërë në gjunjën. Edhe ku ti ullëm, unë se kam parim fara, më kuptoj me ullë në gjunjën, pa edhe merita. Pyetja është pasi ullë në gjunjë, a i kishte probleme u shumë prapë në kohë? Po, Emisioni që bën një pyetje me përgjigje. Shqip, fola shqip kuptona. Mund t'jemi shnosh, po kam fuqi mjaftueshëm për më ngret. Edhe më ngret në kom. Të pyetje do japë me. Edhe, jo bro, shive gjë se është fani. Shkojmë lartë neve tani, kisha planifikuar të gjithën. Hajde. Perfekt, okay? Shkojmë Paris. Edhe shkojmë lartë te Maja Kullës. Kisha bë gati. Nëse Mbyllosh. Më varja Ka marrë
Kastraveca. Që fshat të bik fshat. Shesim domatet E ta. shkojmë aty te Maja Kullës e Eiffel, Okej. edhe shoh rreth për qark domun s'kishte rob. Thash o sa mirë. Shqyqyra. Këtu dia bëj tamam. Hiku Se po të thoshte jo. Edhe me unazën, bro. Ula, po Sa mirë. ula në gjunjë, po gjys tulme në gjunjë, apo kupton se isha gjithë siklet. Edhe ty i thonë, dëshiron kështu, a kupton se maj mend tamam çaj kam thonë, po kam qenë shumë romantik. Ke qenë shumë romantik. Se jo, duhet isha shumë romantik edhe isha shumë romantik kur në atë moment ishin ja 8 plaka limo. Turiste gjermane, se po folin gjermanisht, edhe erdhen këne nga krau jonë. E ke parasysh që është që nuk duket, edhe erdhen këne nga krau jonë, unë isha ullë në gjunjë. Kur ato, oh my god, erdhen aty në afron, thash, mos! Edhe, ja, ishte moment funny. Po u dridhja me të thonë drejtën. Edhe pse nuk në pëlqen të pranoj. Pse s'të pëlqen ta pranosh me Big Basa? Ka qenë emocion i pastër shpirti. Po, normal me emocion i pastër shpirti, po në herë dhe s'ke nevojë me propozu më lale. Basta. Thjesht fejosh edhe aq. Jo, duhet pak propozim tash. Ka Po që e ka merituar, ha? Dashme e keni bërë. Kena bën kalat lëkursin, në Sarandë, po. E përshëndesim Vesën shumë, e Vesa! përqafojmë ne bashkë me Basta, mos na ço çorapet tjera, se nuk... Se ne kemi... Basta është... Po, Big Basta në të vis. Opa, erdhën çorapet tjera. Pse flet para kohe. Soy Nazi. Caca paranoia señoria. Dhe podcasti toni erdhi fundi. Sa kaloi. Sa konkluzione të bukura kemi nxjerr. E disa informacione nga çdo kusht beto. Nga unë Dhe shumë Jo nga ty që të nxjerrën, s'po ngacmojmë vetë. informacione që i di unë si Interesante, di. jo kështu. Po. Unë s'du me vusit të. Okej. Po t'i limi. Disa fjalë motivuese për publikun që po na ndjekin tani në këta momente. Për jetën. T'jeni vetvetja, të besoni në çdo moment edhe kur t'jeni shumë poshtë, kur mendoni që s'keni asë njëri, asë shoqëri, asë familje në krah, asë mos hubni kur besimin se gjithmonë pas shiu del diell. Dhe çdo ditë t'jeni të përpiqeni t'jeni më mirë se dje dhe nesër t'jeni më mirë se jeni sot.